Shumë si unë, me një shpërblim prej 400 milion të mira për kokë. Ullu shpejt në gjojnë dhe kërko falje me një hund të gjatë dhe një vajzë me flokë të gjatë të kuj guxuan të na thyenin. Dhe prandaj kapiteni ynë është në humor të keq. E mira është që të bindesh, e di? Ullu në gjojnë dhe kërko me njëherë falje. Mjafton vetëm që të bësh një gabim vlerësimi dhe do jesh shkatruar për gjithë jetën. Dëgjoj, kapiteni ynë është një tip që e ka këmbën shumë të lehtë. Gju një zohë dhe kërko falje. Me raber kapele kashtë nuk bëj shaka. Kërko falje nëse nuk do të përfundosh keq. Dëgjoj, më vjen keq. Por e ka me shumë nxitim. Jo, Ndalo. Po mirë mik. E kërkove vetë. Po si mundi ta bëj këtë? Enko kishte të drejtë. Më mirë të kisha vënë hundo dhe mustaqe falso. Ju! Zoro, Sanji, Robin, e di që u bë shumë kohë që nuk kemi parë, por çfarë ju ka gjetur? Sa bukur, e shoh që ju të dy jeni bërë miq. Pra, çfarë ju bëra? Përse zoni të flisni me mua? A nuk i vazhdon të na ndjek? Nëse është shaka, është argëtoni. Ai kafsha që po flet më duket se di gjithçka për piratët e ekipazhit të kapeles prej kashte. Po, kjo është ajo që po mendoj edhe unë. Po prit pak, më lër ta shoh. Është ai. Është pikërisht Chopper i pellushi, but me një shpërblim prej 50 denarësh. Kalyshi e ekipazhit. E po, në këto 2 vjet keni ndryshuar shumë, por nuk ka gjë. Vëbase ekipazhi ka braktisur këtu dhe ka filluar të endet i vetëm në përishur. Po pra, ja prandaj po na ndjek. Me siguri